Më duket se po keq interpreton të vërtetën. Spari u duhet shpreh mirënjohje të pakufishme ndaj të gjitha atyre qytetarëve që dje themeluan me praninë e tyre foltoren e parë parlamentaro-qytetare në historinë e vendit, para pallatit të Krimit. Osman, ajo nuk ishte dje Partia Demokratike nuk kishte thirrur miting, kishte thirrur një foltore. Një foltore. Pse ne nuk kemi thirrur miting dhe nuk do thrasim miting, prapë edhe një herë. Për të gjitha ata që duan të vërtetën, ja u themi, për ata që spekulojnë, pastaj të vazhdojnë. Ne nuk thrasim, sepse ne do jemi të angazhuar, do angazhohemi në një proces analize, ristrukturimi, hapje të Partisë Demokratike, i cili është jetik. Në qoftë se ne vendosim për një protest apo për protesta masive, kjo bie ndesh me të paren. Pastaj të gjithë potencialet tona duhet mobilizohen për protestat masive. Jo, nuk ka qenë protest kombëtare, nuk ka qenë thjesht një foltore, dhe do të jetë foltore parlamentaro qytetare. Vinë ata që duan të vinë. Kjo është. Çdo interpretim tjetër është absolutisht jo real. Çfarë ka qëllim ajo? Ajo ka qëllim që zëri qytetarëve kërkon dorëheqjen e Lumi Ballukut dhe Edi Ramës. Ajo ka qëllim që deputetëve që u mbyllet mikrofoni në parlament të vinë të flasin para qytetarëve, para shqiptarëve, para kryeministrisë. Ajo ka qëllim qytetarët, me qenë se deputetët nuk lejohen të paraqesin çështjet e tyre në parlament, të vinë të paraqesin vetë para kryeministrisë. Pra, kjo foltore ka këto qëllime, është foltore parlamentaro qytetare. Janë të njohura këto në histori. Lexoni për revolucionin francez. Në një fushë tenisi, nisi jetën ai institucion që transformoi Francën dhe Europën. Parlamenti kontinental në Shtetet Bashkuara i dha botës demokracinë më të fuqishme të gjitha kohrave. Pra, në qoftë se foltorja e parë kishte qëllim ringritjen dhe shpëtimin e Partisë Demokratike, kjo foltore synon shoqërinë shqiptare, shqiptarët në tërësi. Pra është tjetër. Ndaj dhe nuk jeni i vetmi ju që e keni interpretuar në këtë formë, po unë, për ata që janë të interesuar, unë shpjegoj se kjo është e vërteta dhe ajo ishte një foltore, themelimi i një foltorje historike, që do vazhdoj pa ndërprerje. Natyrisht, kjo periudhë dhe njëherë, partia do përqendrohet sepse nuk mundet që partia të mos bëj analizën e vetë, që partia të mos përmbush detyrimet e saj për ristrukturimin, për hapjen e saj, për kontraktimin e vlerave. Të thuash që ti bësh të gjitha njëkohësisht, nuk është shumë e thjesht, nuk është kollaj ti bësh, sepse veçanërisht një angazhim në protesta masive, e vërteta është që analizën do ta, po thuaj se do ta zbehte shumë, edhe nuk do të zbehet.
Pyetja e dytë. Zoti Berisha, besoj jeni i njohur me lajmin që në Bashkinë e Kamzës tashmë bileta e Urbanit do të jetë 500 lekë, nga 400 në 500 lekë të vjetra. Dhe për këtë vendim në Këshillin Bashkiak, përveç Partisë Socialiste, pra antarëve të Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, kanë votuar edhe Këshilli Bashkiak i Partisë Demokratike. Si e komentoni ju, zoti Berisha, këtë? E ndëgjova këtë lajm dhe kam kërkuar drejtuesve të partisë të shqyrtojnë me seriozitetin më të madh këtë çështje. Po shqyrtohet dhe pa diskutim që partia do dalë me vendimin e vet. Nuk ka